Si të ndaloni dhimbje të dhëmbit gjatë natës në pak sekonda? Ja receta. Të gjithëve na ndodh që të na prishet dhëmbi dhe të kemi dhimbje shqetësuese edhe gjatë natës. Bakteriet në gojë që ushqehen nga sheqerna dhe ushqimet që hani prodhojnë acide të cilat gërryejnë smaltin dhe prishin dhëmbët. Këto janë në disa mënyra se si të qetësoni dhimbjet e dhëmbit në mënyra natyrale. Uji i ngrohtë me krip. Në një gotë me ujë të ngrohtit në një lugë gjë dhe krip. Uji i kripur do të reduktojë hentjen dhe inflamacionin. Përdoreni atë në formë gargare. Ujë me krip dhe piper. Përzieni një lugë çaji krip dhe një lugë çaji piper në pak ujë. Bëni një pastë dhe më pas përdoreni për të fërkuar dhëmbin për pak minuta. Vendosja e karafilit. Vendosni një copë karafili në dhëmbë ose bëni ujë të ngrohtë me karafil dhe shplani her pas here gojën. Gjithashtu xhenxhefili. Bëni çaj xhenxhefili dhe përdorni në formë gargare. Xhenxhefili është i njohur për vetitë e tij qetësuese. Hudhra. Hudhra është një tjetër ilaç efikas për të reduktuar dhimbjet e dhëmbit. Thjesht prisni një thelp i hudhur dhe vendosni në dhëmbin ku keni dhimbje.